Muslimanët janë duke u ballafaqsuar me probleme të ndryshme, sprova, sfida nga më të ndryshmet. Sigurisht se ne si besimtarë jemi të shqetësuar se përse na ndodhin këto gjëra. Përse sot, për shembull, shumë vende islame janë të pushtuara, ose vuajnë nga varfëria, ose vuajnë nga probleme të ndryshme të kësaj dynjaje. Sigurisht se shkaku është largimi nga feja. Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith të saktë ka thënë: Allahu do ta vendos turprimin dhe poshtrimin mbi ju në qoftë se ju i largoheni fesë tij, dhe nuk do ta largon atë për jush vetëm se atëherë kur jo t'i ktheheni fesë tij. Pra, çështja është kaq e thjeshtë, nëse ne duam që dalim nga këto probleme, nga këto sfida, nga këto halle, nga këto sprova, rruga e vetme, dera e vetme është që t'i kthehemi fesë së Allahut te bareke ve teala. T'i kthehemi fesë së tij, e gjejmë shpëtimin në këtë botë edhe shpëtimin në botën tjetër.